instituimin e kuvendit e më pas edhe për formimin e institucioneve, qytetarët barën e përgjegjësisë ja hodhën partive opozitare dhe për këtë arsye shpërblyen lëvizjen vetëvendosje me një rezultat kaq të mirë, apo lëvizja vetëvendosje arriti ta menaxhojë më mirë këtë situatë dhe të mos dalë si fajtore nga kjo blokadë për të cilën patën të gjitha partitë politike përgjegjësi, megjithatë? Po, të gjitha kanë pas përgjegjësi dhe nuk besoj që njëra parti ka punuar më mirë që ta menaxhojë perceptimin. Mendoj që është thjesht vendimi i elektoratit në bazë të asaj që ka ndodhur, në bazë të fillimisht besoj më shumë përgjithësia është e vendosur të vetëvendosja. Mirë, po më vonë pas vendimeve të gjykatës kushtetuese, pas votimeve sidomos pas votimeve për zgjedhjen e nënkryetarit serb të parlamentit, ku në një farë mënyrë opozita, sidomos LDK-ja, ishte shumë e zëshme dhe në një farë mënyrë u bë avokate e listës serbe. Mendoj që ajo ka ndikuar shumë dhe kryesisht faji i është lënë LDK-s dhe për këtë arsye ka pësuar më shumë LDK-ja, domethënë është kthyer faktikisht në votat e vitit 2021. Kjo pra tregon që po ata persona që kanë qenë pak kënaqur me LDK-n në atë vit, domethënë një pjesë e tyre ishin kthyer te LDK-ja, por përsëri e panë që shumica e votuesve domethënë e panë që opozita faktikisht nuk ka reflektuar dhe vendosin që më mirë është që t'i jepet edhe një shansë vetëvendosjes se sa të krijohet një blokadë e re. E pam që partitë politike deri tash opozitare, pra në mandatin që shkoi ishin opozitare, ato e pranuan megjithatë rezultatin dhe thanë se do të reflektojnë, madje edhe sot kur u përfundoi numërimi i votave, Partia Demokratike e Kosovës paralajmëroi një reflektim, një konsolidim. Sa janë reale këto dhe apritet që do të ketë ndryshime strukturore brenda Partisë Demokratike të Kosovës pas këtij rezultati që ka marrë në zgjedhje? Është vështirë të thuhet se çfarë ndryshime mund të jenë ato, sepse kemi parë disa ndryshime, mirë po kapaciteti për ndryshime nuk besoj që është aq i madh. Sigurisht se do të ketë disa ndryshime, por sa do të jenë me të vërtetë thelbësore dhe strukturore, dyshoj që do të ketë një ndikim të madh. Kemi, domethënë, është më rëndësi që ka një farë pranimi të situatës, po se çfarë drejtimi do të marrin partitë, sidomos PDK-ja apo edhe LDK-ja, është vështirë të thuhet se do të ketë një drejtim ndryshe, edhe pse pranohet që duhet të reflektohen, pranohet përgjegjësia, nëse e shohim fushatat, nëse e shohim retorikën politike, domethënë ka vazhduar retorika e njëjtë, ka vazhduar kryesisht domethënë opozita për shembull më shumë i flet ndërkombëtarëve se sa vendorëve, me idenë që ne do t'i rregullojmë punët me ndërkombëtarët, ne duhet jemi në pushtet. Domethënë është mesazhi i njëjtë, nuk e di sa do të ndryshojë ajo. Pastaj fushata në përgjithësi e ekspozojnë të gjitha partitë, skena politike në përgjithësi e ekspozoi, si më thon, shtërpsinë e tyre ku u kthyem te ato premtimet astronomike për paga të larta, për rroga, për punësime që nuk ishin të bazuara në realitet. Dhe në këtë aspekt, domethënë, e gjithë fushata ka qenë një regres. Zoti Pyty, që sot përveç PDK-s pati edhe një reagim nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetari i saj edhe ai tha se do të ketë reflektim dhe tha se fati i LDK-s do të varet në kuvendin e partisë që ka paralajmëruar që do të mbahet menjëherë edhe ditën e zgjedhjeve kur dolin në konferencë. Çka prisni nga ky kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra a prisni që kryetari Abdi Xhiku do t'jap dorëheqje apo
ndoshta do të konfirmohet edhe një herë si kryetari i kësaj partie, cilat janë pritjet e juaja reale nga kjo? Them drejtën, është vështirë të thuhet, domethënë kryetari i LDK-s nuk ka ndonjë nuk ka rënë të thella në kuptimin që të synoj ta mbaj pozitën sikur me tapi. Nuk e ka pozitën të etabluar dhe duke pas parasysh dështimin, ndoshta është më mirë të jep dorëheqje. Kjo nuk do të thotë që do të ketë ndryshime të mëdha në LDK, edhe nëse ka dorëheqje, ka shumë gjasa që të zgjidhet dikush nga i njëjti, si me thonë, rjet. Kemi të bëjmë me një grup, do shta ta quajmë ashtu të Isa Mustafës, ku janë ish bashkëpunëtor të Isa Mustafës, që kemi një rotacion të tyre dhe ndoshta e ka radhën dikush tjetër nga ky grup që të provoj ta udhëheqë LDK-n, por nuk pres ndonjë ndryshim të madh, pres që LDK-ja për një periudhë të jetë në përmoqale, kështu duke u munduar ta gjej veten. Tash Kuvendi i Kosovës do ta ketë ndoshta një përbërje të re, por mund të themi se dikun afër 90 deputet do të jenë ata të njëjtit që kanë qenë në legjislaturën e kaluar, që zgjati 10 muaj derisa e konstituoi Kuvendin dhe nuk e bëri asnjë punë. A është pak sa e çuditshme se si arritën të rikonfirmohen si deputet këta persona që nuk bën asgjë për gati 10 muaj, as për ta konstituar Kuvendin, as për ta formuar qeverin, ose edhe për të miratuar ndonjë ligj apo diçka tjetër. Si fillim, si e sheh këtë përbërje të re të Kuvendit Kosovës, nëse mund të them e re, pra se janë diku 90 deputet që do të jenë të njëjtit. Si e sheh këtë? Po, faktikisht nëse i marrim vetëm partitë shqiptare, domethënë ka një numër i deputetëve ndryshohet, dikon gati 1/3. Ka një ndryshim, sa di 27 deputet ose ashtu diçka. Dhe po, besoj që ata deputet që janë treguar, domethënë të pasuksesshëm ose që kanë manipuluar ndoshta me publikun, kanë keq përdorur pozicionin e tyre si deputet, kanë ndoshta privilegjet e deputetit, fjalën që ja jep, domethënë pozita e deputetit, ndoshta kanë keq përdorur dhe për arsye ndryshme, domethënë nuk janë votuar më nga votuesit. Pse janë votuar, pse janë rivotuar këta të tjerë, domethënë kemi të bëjmë më shumë me ndarje partijake se sa me simpati ndoshta për ndonjë person. Më shumë kemi kjo ndarja partijake, mobilizimi partijak ndoshta e shpjegon rizgjedhjen. Zoti Bytyqi, tashmë lëvizja vetëvendosje si e vetme ka 57 deputet dhe i duhen vetëm pak vota nga për shembull nga deputetët e komunitetit jo serb, me të cilët do të mund ta konstituoj sa më parë Kuvendin edhe ta formoj qeverin. A pritni që do të ketë vonesa në këtë, ndoshta them, mision të konstituimit të Kuvendit, me që ishte një sag herën e kaluar, dhe si pritni që do të shkojë çështja e zgjedhjes nën kryetarit nga komuniteti serb? Pra prisni që ndoshta lëvizja vetëvendosje sërish synon që votat e saj t'i rezervoj për deputetin serb Nenad Rashić, a prisni që do të përsëritet ky skenar që ishte edhe herën e kalume? Po, definitivisht sa i përket në kryetarit nga komuniteti serb, pres që të ketë përpjekje për të votuar zoti Rashić apo dikush nga jo nga lista serbe, që këtë rast është vetëm zoti Rashić. Dhe
nuk përveç kësaj domethënë nuk shon ndonjë pengesë në konstituimin e kuvendit dhe rrjedhimisht pastaj edhe në konstituimin e qeverisë, meqense se vetëvendosja me aleatet e saj i ka votat për ta formuar qeverisë, nuk duhet të ketë asnjë vonesë, domethënë as edhe një ditë që të formohen institucionet sepse me të vërtetë ka rrezik për krizë. Zoti Bytyqi, ne e dim që tashmë lëvizja vetëvendosje i thatë edhe ju i ka numrat edhe për ta zgjedhur edhe kryetarin edhe nënkryetarin, por megjithatë, ne kemi në gjykatën kushtetuese një ankesë që është dërguar nga lista serbe, e cila e kontestonte zgjedhjen e Nenad Drashiqit nënkryetar, dhe ajo në fakt argumentonte në atë që lëvizja vetëvendosje si shumicë parlamentare ka të drejtën e kryetarit dhe një nënkryetari, ndërka që dhe ata si shumicë nga komuniteti serb në kuvend e kanë të drejtën edhe të nënkryetarit të tyre. A mendoni se do t'u jap të drejtë gjykata kushtetuese në këtë parim, nëse mund të them, listës serbe, apo do ta ndjek atë që mandati i deputetëve është i lirë dhe ata mund të votojnë KD që arrin të mbledh votat brenda deputetëve të komunitetit serb? Partia shumicë, domethënë e një komuniteti, partia që e përfaqëson shumicën e një komuniteti, sipas kushtetutës e ka drejtën e propozimit të nënkryetarit nga ai komunitet. Mirë po, e drejta e propozimit nuk garanton të drejtën e zgjedhjes, sepse e drejta e propozimit nuk mund të imponoj deputetëve tjerë që ta votojnë atë person. E drejta e propozimit ekziston. Dhe kemi para, është shfrytzuar, ajo e drejtë është ushtruar dhe do të ushtrohet edhe tash. Pra mund të ushtrohet ndoshta edhe deri në 9 herë, përveç nëse gjykata e kufizon atë drejtë. Për shembull, gjykata mund të merr vendim që ta kufizojë atë drejtë vetë deri në 3 herë, që do të ishte e logjikshme. Edhe nëse dështon zgjedhja e të propozuarve nga partia që përfaqëson shumicën e deputetëve nga një komunitet, atëherë i shkohet domethënë me hapa tjerë që siç e po ndodhi ku propozohet dikush tjetër, një përfaqësues tjetër nga ai komunitet, sepse është komuniteti që është kategori kushtetuese, një parti, siç është lista serbe, nuk është kategori kushtetuese. Domethënë nuk ka të drejtë kushtetuese lista serbe për të përfaqësuar si nënkryetar e kuvendit. Ka të drejtë komuniteti serb, domethënë që ta ketë një përfaqësues si nënkryetar i kuvendit. Dhe pres që edhe gjykata faktikisht ta sqaroj këtë gjë në këtë formë. Gjithashtu pres që ta përcaktoj edhe mënyrën se si duhet veprohet nëse për shembull pas 3 propozimeve nga ajo parti a ka të drejtë të propozoj dikush tjetër dhe kush ka të drejtë të propozoj një përfaqësues tjetër nga ai komunitet. A ka të drejtë për shembull shumica parlamentare ta propozoj, a ka të drejtë vetë ai përfaqësues këtë rast partia tjetër nga ai komunitet apo komunitetet apo saktësisht si duhet të veprohet. Por a prisni që këtë gjykata ta bëj para se që të konstituohet kuvendi, pra për të mos sjell më pas një vendim tjetër i gjykatës të mos sjell implikime në rast se është zgjedhur nënkryetari serb, jo siç është dashur ose jo siç thot gjykata kushtetuese. A do duhet gjykata të dalë sa më shpejt me këtë vendim në mënyrë që të konstituohet kuvendi, apo prisni që kuvendi do të pres konstituimi, në fakt do të pres vendimin e gjykatës kushtetuese e më pas të konstituohet? Nëse nuk kam gabim, sot ka qenë afati për gjykatën që ta publikojë një vendim. Do të ishte mirë nëse gjykata merr një vendim, domethënë para se të shkohet në votim konstituimi i kuvendit. Mirë po, nuk është e garantuar një gjë e tillë dhe mund të ketë vonesa të tjera